Seanca plenare e kuvendit u zhvillua këtë herë në një atmosferë të kontrolluar me masa të shtuara sigurie në ambientit përreth godinës së parlamentit. Zona ishte rrethuar me barriera metalike dhe forca të shumta policie ishin angazhuar në menaxhimin e çdo situate të mundshme. Ndryshe nga seanca e kaluar, kur deputetët u përballën me protestuesit, hyrja e përfaqësuesve të mazhorancës në kuvend u zhvillua pa incidente. Gjatë shqyrtimit të projektit të rezolutës për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mazhoranca prezantoi objektivin për zgjerimin e përdorimit të teknologjisë në procese zgjedhore, duke synuar që në zgjedhjet parlamentare të vitit 2029, votimi elektronik të aplikohet në të gjithë vendin. Qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se koha e numërimit të votave nga përfaqësuesit e partive politike duhet përfundoj, duke e cilësuar këtë si një praktikë që nuk i përshtatet një demokracie moderne. Koha kur partit numërojnë votat ka përfunduar një herë për gjithmonë. E besoj këtu të paktën në këtë jam në të njëjtën valë me protestues të vërtet që erdhën me propozime edhe për ndryshime në kodin zgjedhor, sepse është staliniste që pas 36 vitesh demokraci, partit vazhdojnë numërojnë ende vota. Partit administrojnë procesin zgjedhor. Por kjo deklaratë solli reagimin e deputetit të mundësisë Erald Kapri, i cili akuzoi Ballën për ndikim në procesin e numërimit të votave të diasporës. Debati mes tyre u shoqërua me tone të forta dhe akuza reciproke në sallën e kuvendit. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç doli ai përgjimi i famshëm. Jam Taulanti, dua 100.000 euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte Taulant Balla. Dhe në fakt vesi vazhdoni me bixhos në mes të Evropës. Numëronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që ti kërkoja numëruesve tan, i kam mesazhet këtu, në? I kam mesazhet këtu. Hajde do të lexojmë të gjitha mesazhet tani. Më fusje miq që ti thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu. Vetëm burrë mund të bëhesh ti. Edhe protesta e qytetarëve vijoi të ishte pjesë e debatit parlamentar. Nuk mund të nënshkruhet asnjë rezolutë e përbashkët, e cila nuk merr për bazë kërkesat e protestuesve për anulimin e ligjeve grabitqare që kjo qeveri ka miratuar. E para, anulimin e ligjit 21/2024 për ndryshimet në zonat e mbrojtura, e dyta, anulimin e ligjit për investitor strategjik, i cili u ka zhvatur të drejtën e pronës komuniteteve të tëra, anulimin gjithashtu të paketës së maleve, që është po e njëjta tentativë për zhvatjen nga drejta e pronës tashmë në zonat malore. Taulant, ki kujdese përballë nuk ke më Saliun, përballë ke rinin shqiptare që për plot 43 ditë po broret për një Shqipëri të re, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugos, me fjalët e Gwynplenit, i cili thot: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund. Dridhuni, milord." Kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote. Deputeti Erald Kapri kishte kërkuar një interpelancë me ministrin e Brendshëm Besford Lamallari, por kërkesa nuk mori mbështetjen e mazhorancës, e cila votoi kundër saj.